pasaj u bën me tituj doktor profesor. Dhe ata gjyqtarë doktor profesor që janë me tituj sot, janë duke dhënë leksione në për sistemin arsimor të drejtësisë dhe duke nxjerrë dhe ata armatën e tyre si mas formimit dhe nivelit të tyre. Pra, ne duam kohë që të vemi në atë taban dhe në atë nivel kulturor, edukativ dhe profesional në sistemin e drejtësisë që e ka Europa perëndimore. Do të thosha e ka Europa perëndimore sepse sistemi i drejtësisë është një sistem shumë i ndjeshëm. Është shumë sensiv. Do të thotë që nëse më mohon një të drejtë, adrenalina ime si qytetar dhe pasaj si avokat ngrihet shumë. Debatet bëhen ndonjëherë mjaft të nxehta dhe në brenda sallës të gjyqësorit, mirë po gjyqtari duke qenë shumë me nefrekistë dhe i ftohtë, e zgjidh problemin me një të rënd të çekanit, pa çka se nuk mendon se çfarë pasojash jep ai vendim ose pason ai vendim që ai jep. Pra, kjo është një kampanë e fortë për Ministrinë e Drejtësisë, por dhe për sistemin e drejtësisë, për të shkundur dhe për të bërë analiza mjaft të thella dhe mos të ngelemi ke artificat që si hyri arma dhe pse hyri arma. Ne duhet të analizojmë thellë me gjaftësi ngjarjen dhe duhet të bëhen analiza mjaft të thella për sa i përket jo vetëm parandalimit të ngjarjeve të tilla, por edhe për ta ndryshuar sadopak sistemin e drejtësisë për sa i përket vendimarrjeve që marrin gjyqtarët dhe prokurorët që i çojnë çështjet në gjykat, për sa i përket ngjarjeve që ndodhin në territorin e Republikës Shqipërisë. Ne kemi mjaft ngjarje dhe persona që sot janë duke u trajtuar dhe duke u gjykuar nga gjykata shqiptare, ku një pjesë janë pa fajshëm. Por për hir të një oficerit policisë gjyqësore që është me një nivel mjaft të ulët, ai gjykohet sot edhe mund të dënohet. Ne kemi mjaft vendime të gjykatës europiane të drejtave të njeriut, që shtetas të ndryshëm kanë marrë pafajësinë. Dhe pse marrin pafajësinë këta shtetas, përsëri në gjykatat shqiptare këta trajtohen si të dënuar, sepse gjykata shqiptare nuk i jep as atë që i takon të japi të paktën maksimumin e atij dëmshpërblimi që ai i takon ta marrë për vuajtjet që ka bërë. Sepse të gjithë ngarkesën ja ka sjell një sistem gjyqësor i paaft, një strukturë e sistemit drejtësisë e paaft që e ka marrë këtë persone, ka futur në burg pa llogaritur dëmin moral, emocional, dëmin shëndetësor që i ka sjell familjes. I thash të gjitha këto për të treguar që analiza që duhet bërë ngjarjes së sotme, që është nga ngjarjet më të rënda në Shqipëri për momentin, do të thotë që i ka ardhur një pikë që duhet bërë një analizë profesionale, jo analizë emocionale, jo analizë e sipërfaqëse, por duhet bërë një analizë mjaft e thellë. Ne kemi ligje që duhet i ndryshojmë dhe duhet i po kur them të ndryshojmë, duhet të ndryshojmë radikalisht, që do të thotë, nëse vettingu, ligji i vettingut, i hoqi prokuror dhe gjyqtar nga sistemi i drejtësisë, këta prokuror dhe këta gjyqtar nuk mund të bëheshin avokat. Këta kishin të ndaluar që ashtu siç e kishte të ndaluar sistemi i drejtësisë, që për 15 vjet mos të futen në sistemin e drejtësisë dhe për 15 vjet ta nuk duhet të punonin në sistemin e drejtësisë, jo të bëheshin avokat. Dhe i shef sot këta gjyqtar, i shef në përdyert e gjykatave, duke rendur me vrap sepse vjen ke shokët e tyre për të mbaruar të gjitha proceset gjyqësore dhe janë më të kënaqur sot sepse dinë se ku të fitojnë dhe si të fitojnë. Kjo është mjaft e dëmshme për sistemin e drejtësisë. Ndërkohë që edhe një gjë tjetër për sa i përket çështjes së mediave. Mediat sot thresin nëpër panele të ndryshme ata prokurorë të cilët i ka hequr vettingu, ata gjyqtarë të cilët i ka hequr vettingu.
si ka mundësi që sistemi i drejtësisë i nxjerr në rrugë si të padh ose me njollë të zezë për abuzime dhe shpërdorime të detyrës, sepse nuk mund të kesh 10 banesa ose një sasi të konsiderueshme parash, e thuash që mi fali Xhaxhaj ose mi fali Daja që kam në Amerikë ose në Kanada ose jashtëti. Askujt nuk i fal në pasuri financiare askush. Por gjuha që përdorin në për këto komisione është ajo gjuhë që tregon edhe formimin e tyre të shtrëmbër brenda. Ta persona që janë kaq të shtrëmbër brenda nuk mund t'japi drejtësi. Por duke mos dhënë drejtësi, kanë gjetur një shtek tjetër që vjen që sistemi i avokatisë dhe e shtrëmbojnë akoma më tepër sistemin e drejtësisë, sepse aty fillojnë të bëhen rishfetet më të mëdha dhe korrupsioni më i madh bëhet. Po aty ke kur ta gjyqtar dhe prokuror kalojnë avokat. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve.